veten keq, do ta urdhëroj Hezbollahun dhe Houthit për ta përmbyll. E gjithë kjo është një luftë psikologjike nga Irani për t'i treguar Amerikës dhe Bashkimit Evropian, i cili po vuan më shumë nga bllokimi i këtyre dy konfliktave, sepse siç e tha ish presidenti Medvedev, Irani ka dhe bombën atomike, por edhe termonukleare. Pra kontrollin thojza, kontrollin e dy ngushticave. Kolonel, pak minuta do doja shumë një koment tëndin në lidhje me ngjarjen më të rëndësishme të paktën të këtyre 50 e ca ditëve se u bën shumë të protestës. Si e vlerëson në trajektoren e kësaj proteste, apo ecën ajo në kursin e duhur dhe a mendon se nëse vazhdon të mbaj këtë kurs dhe këtë konsistencë dhe këtë masivitet, a mendon se nëse arrin ta mbaj deri në shtator, a mendon se kjo do të prodhojë më pas efekte të mëdha politike se nuk po hyj më gjatë? Protesta e filluar prej 53 ditësh është ngjarja më e rëndësishme e këtyre 82-3 viteve të fundit. Për mua. Pse e bëra 82-83? Sepse kemi 82-83 vite që është futa e smundja slavo-komunistëve. Që nga viti 41-42, me Popovicin e me Mugoshën e me këto. E them këtë për shkak se fatkeqësisht kryeministri i përkohshëm Edi Rama vazhdon të injoroj të gjitha kërkesat, ato 5-6 kërkesat kryesore të këtyre protestuesve. Është ngjarja më e rëndësishme, mund themi, jo vetëm e këtyre 82 viteve të fundit, por që nga futja e demokracisë, pra që nga rënja e regjimit komunist në Shqipëri në 90-91. Thënë kjo, ajo që ka arritur leksioni që po japin protestuesët shqiptarë, ajo rinia e mrekullueshme shqiptare, ato nënat, motrat, vajzat e reja, djemtë e ri, të cilët janë bashkuar kësaj lëvizje, leksioni që po japin Bashkimit Evropian është i paimagjinueshëm. Nuk ka ndodhur që Shqipëria nuk mendoi kurrë, kishte humbur shpresa, unë vazhdimisht ju bëja thirrje të paktën gjatë këtij viti, në janar, në shkurt, në mars, në çdo dalje televizive, ju kam thënë, është momenti i fundit për të shpëtuar kombin shqiptar. Për shkak se duke analizuar me vëmendje të gjithë qasjen e kryeministrit përkohshëm Edi Rama, kryeministrit largim Edi Rama, kryeministrit anti-shqiptar Edi Rama, të këtyre 3-4 viteve të fundit, qasjet, vendimet, ligjet që po ndërmerreshin, të gjitha të çonin në një konkluzion që Shqipëria po shitej me vetmin qëllim që ky të vazhdonte të drejtonte vendin. Dhe këtë e kemi parë që nga investimet në Durrës, paketa maleve, ligjet apo ligjet për dhënien e tokave shtetasve tuaj 101 hektar dhe marrëdhëniet e tjera gjeopolitike, lëvizjet e tjera gjeopolitike, të cilat nuk janë as pak të interes kombëtar të Shqipërisë. Dhe në këtë këndvështrim, protestat masive, pavarësisht se në këto kohë ka filluar të bien pak, në shtesë edhe të ndërhyrjeve, në shtesë edhe të investimeve të jashtëzakonshme të qeverisë anti-shqiptare të rilindjes për t'i përçarë, por që besojmë dhe shpresojmë dhe i mbështesim çdo ditë me gjitha format dhe mundësitë që kemi, shqiptarët, rinia shqiptare duhet të mos dorëzohen deri në largimin e objektivit strategjik, largimin përfundimtar të kryeministit përkohshëm Edi Rama. Dhe pastaj krijimin e kushteve për një klim të re politike, për ligjet, për krijimin e një sër ligjesh të cilat duhet ndryshojnë, për shkak se politika aktuale e këtyre të paktën, e këtyre 13 viteve të fundit nuk ka sjell asnjë gjë të mirë për Shqipërinë, vetëm largimin e shqiptarëve dhe eksod masiv. A mendoni, kolonel, se kjo është në kuadrin e debatit në lidhje me a duhet të kthehet protesta në një organizat politike apo jo? A mendoni se
po e penalizon protestën fakti që nuk është kthyer ende nga një lëvizje në një organizat politike apo parti politike? Ajo që e rrezikon më tepër se askush tjetër protestën është mungesa e daljes së personaliteteve të shuar në fusha të ndryshme. Unë shikoj me keqardhje që në krye të këtyre protestave tentojnë të dalin disa njerëz të cilët nuk kanë mandat popullor, pas një lloj eksperience dhe po luftojnë me të gjitha format për të bërë protagonizëm, duke u justifikuar që ky person apo ai person kanë qenë pjesëtar apo mbështetës të një partie apo të një partie tjetër. Ajo që është pozitive në këtë këndvështrim është mbështetja e këtyre protestave nga opozita e bashkuar, që do të thotë një pjesë e madhe e kërkesave të kësaj pjese gri, të kësaj pjese të jashtëzakonshme të rinisë, e cila nuk ka qenë e përfshirë në lëvizjet politike, është dhe mbështetet plotësisht nga opozita e bashkuar. Për shkak se nuk do të ishte e mjaftueshme që jo vetëm ky masivitet i kësaj pjese gri, do duhesh që nesër pas nesër edhe një pjesë tjetër që të krijonte numrin, sepse tek e fundit çfarë do lloj gjëje që të jetë dhe çfarë do kërkesash që të ketë kjo lëvizje, në fund kjo lëvizje nëse nuk kthehet në një lëvizje politike, sepse janë zgjedhjet ato të cilat do të përcaktojnë kushtet dhe orientimin, vazhdimin e orientimit politik shqiptar. Dhe përrjelloj, në rast se kjo protest nuk do të krijonte një lëvizje politike apo një parti politike dhe do të lejonte që këto një pjesë e këtyre protagonistëve të mos lejonin përfshirjen e intelektualëve në këtë lëvizje, unë e shikoj që si një veprim shumë të rrezikshëm e cila mund ta dëmtoj objektivin kryesor të kësaj proteste. Por që Edi Rama është i mbaruar, kjo nuk diskutohet, po përpiqet të blej, ka caktuar disa mendjendritur që drejtojnë objektiva të caktuara, u zhvillua një kuvend tek 15 Kaçi, aty në kuvend gjërat kanë qenë të paqarta për shkak se drejtues të vetshpallur të këtij kuvendi përcaktojnë legitimitetin e personave të ndryshëm, ndërkohë që kjo lëvizje kërkon përfshirjen e gjithë njerëzve, nuk kërkon përjashtime. Ndërkohë, kjo që dakord është shumë e bukur, po jemi në ato që, okej, protesta po i plotson pritshmëritë e qytetarëve, po e mban ato konsistencën, masivitetin, por nga ana tjetër kemi kryeministrin i cili mbase nuk do ta jap dorëheqjen. Pra, cilat janë, mendoni ju, skenarët që e presin protestën në rast se kryeministri nuk i bindet apo le të themi nuk e dëgjon këtë thirrje të protestës? Nuk jam person që jam në leadershipin e protestës. Ajo këshill modeste që mund t'i them atyre që me të vërtetë i dhimbset kjo protest dhe nuk e kanë pjesëmarrjen dhe protagonizmin si kryetar të kësaj proteste për të marrë tokat e tyre që nuk i kanë marrë deri tani nga Partia Demokratike dhe Partia Socialiste, është që duhet urgjentisht të zgjedhin një listë, një grup me 15-20 intelektual dhe intelektual të papërfshirë në lëvizjet politike Shqipëria ka me shumicë dhe pastaj dhënia e këtij mandati këtyre 15-20 personave për të negociuar me kryeministrin. Për sa i përket përgjigjes që kryeministri nuk pyet për to, kryeministri është i tmerruar, është i friksuar, imagjinoje është aq i friksuar sa ka urdhëruar në studiot e televizioneve slavo komuniste të prime time-it, pra të këtyre televizioneve
që financohen me parate e vendeve anti-shqiptare, komshi, dhe me analistët e Edi Ramës që paguan me parate vjedhura nga shqiptarët për ta ullur, për ta përqarë protestën. Në rast se do të tentonte, pra nuk do të merrte parasysh kërkesat e protestuesve, ju e dini. Protesta do eskaloj, sasia e njerëzve cilat do t'i bashkohen protestës dhe në fillim të muajit shtator, ju e dini që do t'jetë disa herë më e madhe, për shkak se vinë studentët përballen me kushte skandaloze, mësimi, me pagesa shumë të larta në konviktet, me kushte shumë të qija dhe më rëndësishme, përballen me një mungesë totale të armës. Opsioni studentëve është vetëm një, marrimi i shkollës dhe largimi i shtetit. Dhe përrjelloj, ardhja e studentëve, dalja e këtij leadershipi, i cili do të jetë që do të përbohet nga njerëz që duan kombin, që s'ka qenë pjesë e forcave politike, që nuk kanë përfituar nga sistemet politike, atëherë kryeministri do largohet me brekushe, siç ju e mbani mend siç u largu në 97 nga Mozruçi. I veshur si plak. Kështu që nuk ka opcion tjetër Rama. Në momentin që protesta do nxjerrë një grup 15-20 personash intelektual, të cilët do të dinë ta menaxhojnë dhe ta drejtojnë në drejtimin e dur, në bashkëpunim me presionin ndërkombëtar, por edhe me shtatorin e ri që do ta quajë shtatori i lirisë, Rama do largohet dhe përrjelloj do krijon kushtet për një qeveri një vjeçare e cila do krijojë pastaj kushtet për zgjedhje të lira dhe të ndeshme, në mënyrë që vullneti i popullit të përkthehet jo me përfaqësuesit e Suelçelës dhe me përfaqësuesit e krimit, po përfaqësuesit e vërtet popullit shqiptar në parlament. Më thonë vëmendje faktorin ndërkombëtar se isha gati duke mbyllur. Si e vlerësoni qëndrimin e tyre deri tani, kolonel? Mund ta ndajmë në dy pjesë. Nga njëra anë, aksionin e deputetëve të Partisë Demokratike dhe të opozitës bashkuar në Parlamentin Evropian me rezoluta një pjesë e madhe të cilave mbi 21 janë miratuar dhe mbështetur nga Bashkimi Evropian, që do të thotë 100% ajo që kemi thënë për muaj me radhë, që presioni i Edi Ramës vazhdon rritet më tej, sepse një pjesë e madhe e të gjithë këtyre vendimeve që ka marrë Edi Rama bin komplet me ndesh me ligjet e Bashkimit Evropian dhe me proceset e antarësimit të Bashkimit Evropian. Janë procese falso ato. Kur thonë ne do të shkojmë në Bashkimin Evropian. Qëse ka një njeri që s'do të shkojnë në Bashkimin Evropian, është Edi Rama. Se nuk të pranon ty askush në Bashkimin Evropian në një shoqëri ku baza e ekonomisë është trafiku i drogës, ku përfaqësuesit në kuvend zgjidhen nga krimi organizuar, ku përfaqësuesit e qeverisë janë super të kriminalizuar dhe subjekt i bashkëpunimit me krimin organizuar dhe trafikun e drogës, ku një pjesë e madhe e tyre urdhërohen prej tyre, ku pjesa kryesore e qeverisjes është e vërtetuar e kapur tashmë në të gjitha hetimet me trafikantët e drogës, nga njëra anë, dhe nga ana tjetër, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga e cila Rama do marrë një goditje të jashtëzakonshme, sepse e gjithë kjo luftë, gjithë ky presion, përmendja e familjes presidentit Trump, që s'ka asnjë lidhje presidentit Trump me këtë biznes. Ky është një biznes i ofruar nga Rama për një ishull privat, që ishull privat nuk ekziston sepse ishulli i Sazanit është aset strategjik, pjesë e Republikës Shqipërisë, e cila paraqitja sigurisht një ishull privat ndaj Ivankës dhe Kushnerit, në gjykimin tim është bërë i qëllimshëm për vetmin qëllim për ta diskredituar Trumpin dhe për rrjedhoj do të marrë një goditje nga administrata e presidentit Trump. Kolonel, të falenderoj shumë. Ishte kënaqësi. Në këtë pjesë të emisionit është bashkuar me mua Klejt Këlliçi, Klejt njësi që të kam. Faleminderit. Klejt, si po e vlerëson situatën në lindjen e mesme, jemi përballë një situate ku
në tavolinën e presidentit Trump janë edhe një armë pushimi propozuar nga Katari, Pakistani dhe Egjipti, një armë pushim 10 ditor. Por nga ana tjetër kemi dhe avion amerikan që vinë edhe grumbullohen në rajon, çka nënkupton edhe një mundësi për një mësymje ushtarake si ajo që pam në 28 shkurt. Si e vlerëson situatën? Fillimisht pse ndodhi thyrja e armëpushimit, më pas dalin te këto dy. Kam parasysh që në të gjitha bisedimet, format e armëpushimit ose të menaxhimit të krizës mes Iranit dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës nuk ka pas në një, ose tush nga të dyja palët, një lloj pranimi të statu quos. Pra, u arrit një lloj armëpushimi i cili i dha fund konfliktit të ndezur, se të paktën palët morën parasysh që të deeskalonin operacionet, Shtetit Bashkuar të Amerikës deeskalonin operacionet ushtarake, por pa arrit një marrëveshje për atë se çfarë do ta bënte armëpushimin të pranueshëm dhe të kthyeshëm në një moment paqeje. Dhe kemi ngel pikërisht ke kjo pjesë, ke pjesa ku Shtetet Bashkuara të Amerikës kërkojnë me ngulm pezullimin deri eliminimin e programit bërthamor, ndërkohë që Irani kërkon ta mbajë. Është një mënyrë se si Irani mund ta mbajë programin bërthamor në tavolinë ose ta zhvillojë, është nëpërmjet ushtrimit të presionit në ngushticën e Hormuzit ose edhe në Bab el-Mandeb, po ta shtrosh pak më gjatë nëpërmjet proksive të Iranit që janë Houthit. Këto janë dy momente dhe Irani ka kuptuar që nëpërmjet menaxhimit ose se tush tërheqjes së fijeve të tensionit në gjirin në ngushticën e Hormuzit mund determinoj stuhi apo fortuna, nuk themi stuhi, fortuna globale, për të cilat më pas ndikojnë edhe në mënyrën se Shtetet Bashkuara të Amerikës apo aleatët e saj i qasen krizës. Ky është problemi thelbësor. Pra, Shtetet Bashkuara të Amerikës kërkojnë shkatrimin ose eliminimin e programit bërthamor, gjë nga e cila Irani nuk do të heqi dorë, pasi mendojnë që mund të jetë subjekt sulmesh të vazhdueshme për koncesionet më tejshme në të ardhmen. Po në të njëjtën kohë Irani mban të bllokuar ose nën kërcënim gjithë situatën globale me mbylljen e ngushticës së Hormuzit. Është leva e vetme që Irani ka në dorë. Irani ka në dorë dhe leva të tjera, por kjo është leva, le të themi, më me pak kosto për Iranin. Bomba bërthamore ekonomike. Më me pak kosto për Iranin dhe më me shumë kosto për Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kostot këtu nuk llogariten në mbylljen e ngushticës, se s'ka mundësi ta bëjë Irani, por në kërcënimin me mbylljen e ngushticës dhe me përdorimin e mjeteve ushtarake relativisht pak kushtueshme për ta bërë në ndrimin e ngushticës së Hormuzit të pa përballueshme nga pikpamja ekonomike. Kjo është pak a shumë. Dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës në këtë moment kërkojnë çlirimin e ngushticës së Hormuzit apo heqjen në dorë apo hapjen totale e ngushticës së Hormuzit dhe ndofta në një moment të dytë të arrijnë një lloj akomodimi me Iranin. Por siç e thash, çfarëdo lloj se tush presioni që bën Shtetet Bashkuara të Amerikës do të ketë për pasojë reperkusionet në Iran, në ngushticën e Hormuzit. Reperkusione edhe në Bab el-Mandeb, ja këto janë pamjet edhe në Bab el-Mandeb, ishte lajmi sot që Houthit kanë vendosur bllokojnë edhe ngushticën e Bab el-Mandebit. Dhe problemi tjetër që neve dhe se tush një nga zgjidhjet që mund të jepet këtij problemi ose që Shtetet Bashkuara të Amerikës e kanë imagjinuar dhe më parë ka qenë çlirimi i ngushticës Hormuzit nga kontrolli iranian, që do të thotë tentativa për ta sulmuar Iranin dhe për të krijuar një lloj ripi sigurie në pikat e veta më vulnerabël. Keni parasysh si ngjitet pak a shumë ajo zona që kontrollon Emiratet Bashkuara Arabe, më duket ai. Po, kemi hartën aty, ato që quhen choke points ose pikat ku e mbytjes pak a shumë. Dhe çlirimi atyre pikave të mbytjes
Dhe hapja, pra garancia që nëpërmjet forcës Shtetit Bashkuar të Amerikës të hapin ngushticën e Hormuzit dhe më pas se tush raporti me Iranin të vazhdojë në një moment të dytë. Problemi është që e vetmja mënyrë se si Irani mund të ose regjimi iranian mund të mbijetojë dhe të jetë relevant politikisht në arenën globale është kontrolli që ka mbi ngushticën e Hormuzit. Tani, SBA-t kërkojnë hapjen, Irani e ka përdor si levë mbijetese. Levë mbijetese. Çfarë do ndodhë, Klej? Ajo që do të ndodhë është kjo është pak a shumë një